e keqja më e madhe për shtetin është kur kriminalët e kanë shtetin e tyre në dorë. Por shteti është provë karakteri, thuhet në një farë mënyrë, ose ti zbulon dobësitë ose ti forcon parimet. Pra fatkeqësisht ne kemi ardhur në këtë gjendje për shkak të krejt kësaj qeverisës që ka ndodhur deri sot, edhe po vazhdon. Edhe të vetvendosjes, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe Alianca kur ka qenë. Përderisa kjo është skanimi për cilën ne këtu si qytetarë e dim, atëherë pa integritet politik nuk ka as integritet policor. Le ta harran secili. Por politika duhet me tregu ndershmëri, sundim të ligjit, përgjegjësi, kujdes në fjalën e dhënë, kujdes në premtime, në realizimin e premtimeve, 2021-ën, unë kam qenë ai që kam shtyr në lëvizjen vetvendosje ligjin për pensionim parakoshëm ka qenë premtim. Unë kam rajt shok e miq, edhe hala po vazhdojmë këtë fazë pra. Do me thonë, pa integritet politik nuk kemi pas asnjëherë integritet të institucioneve tjera. Po, policia ka nevojë për shumë ndihmë, ka nevojë për buxhet shtesë, ka nevojë që policia, jo shihni policia jonë janë pa kapela në rrugë që është shkelje e standardeve të punës. Policia jonë nuk u furnizu që 6 vite me uniforma. Policisë tonë i mungojnë shumë institucione kredibile. Ne kemi shumë njësi edhe Rashite, den si komandanti i policisë, ne kemi për shembull njësi të litarit të ndërhyrje shpejt, por nuk e kemi unë që po mënoj me shtyr përpara departamentin për negociata me penzë, nuk e kemi. E kemi agjencinë e forenzikës, kodrit Ministrisë Punëve të Brendshme, por nuk e kemi departamentin e spërkatjeve gjaku, që është shumë me rëndësi me e ba. Edhe normalisht janë elemente për cilat politika duhet me shtyr përpara, për cilat policia pa këto segmente nuk mundet me ecë përpara. Edhe në shkencat e kriminalistikës, edhe në policinë në siguri është një fjalë shumë domethënëse. Thotë kur gjë nuk është shteti me pas kriminalitetin e zhvilluar. E keqja më e madhe për shtetin është kur kriminalët e kanë shtetin e tyre në dorë.